Nën e vetme me 2 fëmijë, vokalistja e grupit DNK, viktim e tragjedisë në Maqedoni, humbi bashkëshortin pak vite më parë. Sara Projkovska, profesoresh në Fakultetin e Muzikës dhe vokaliste mbështetëse e DNK, humbi jetën tragjikisht nga zjarri që shpërtheu në një diskotek në Koçan gjatë performancës së grupit. Lajmi për vdekjen tragjike të saj e ka bërë të ditur Fakulteti i Muzikës së Shkupit në profilin e saj zyrtar në Facebook. Ajo ishte nën e 2 fëmijëve, të cilët po i riste vetme. Ajo po mundohej të fitonte para për të rritur fëmijët e saj, për shkak se ish bashkëshorti i saj. Trompetisti dhe profesori xhazit Aleksandr Nikolavski u nda nga jeta në vitin 2021 në moshën 48 vjeç. Në tragjedinë në Koçanit, pas një zjarri të madh në një diskotek, mbetën të vdekur të paktën 59 persona, kurse janë lënduar 159 persona të tjerë.